Suarikës. Po, dhe fatmirësisht pra që ndërmirën aksionet të tilla duhet t'i kemi me pa tjetër. Kryetar, desha t'ju pyes që t'i mos të marrim më shumë kohë, sepse sigurisht jeni edhe në krye të angazhimeve për aksion që pritet të nisë, pra vetëm pas pothuajse pak më shumë se gjysorëve. Duhet t'ju pyes pak për një ankesë. Kemi pasur një ditë një qytetar që kishte dalë me ecë dhe me i pa bukuritë Suarikës, kështu por pati edhe mbeturina. Si qëndrojmë me çështjen e mbeturinave? Pra po flas për rrugën e vjetër në Biraq të Suarikës. Si qëndrojmë me këtë çështjen e menaxhimit mbeturinave? Në thonë të drejtën, ka ma shumë në pjesën shumë afër kufit me Saralevën atje, të një qeshme që është, për ndryshe pjesën tonë ka shumë më pak. Nuk ka asë në komunat qera kuptohet, pasi që çdo vetë veç morëm aksion. Kjo është ma shumë në njëra, për thamë një lloj vlerësimi. I kemi atë deponi disa ilegale që në kryu të vogla, por ato do të morëm do me thonë masa pak më vonë do të pastrojmë, po s'do të qoftë ku jem kanë, ku jemi dhe ka po shkojmë, nuk mojmë thonë që është keq është mirë, po edhe ma tuti se kemë rria pikën kulminante, do me thonë që nëse pas më të vërtet mbeturina kërkon rrugën. Po, kryetar, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Dhe sigurisht edhe për kohën që pati tek adresa ankesave, ne do të jemi edhe atje për të parë pra dhe aksionin gjithëpërfshirës në Suarikë. Falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Dhe të dashur shikues, me kaq që do ta përmbyllim edhe këtë pjesën me zyrtar, sa as do kemi më shumë kohë.